Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur sonte. Ervini thjesht nuk ka ardhur vetëm për të kënduar, por dhe për të prezantuar të spektakël, këtë show artistik, i cili në vetvete ka mbledhur emrat më të njohur të skenës shqiptare, të humorit shqiptar dhe të këngës. Ndërkohë unë jam mysafir i parë. Do të thoni ju pse thoni mysafir, sepse kjo në vetvete është një sofër artistike, ku këngëtarët më të mirë, aktorët siç thash pak më përpara, do të vinë një nga një në këtë skenë. Kryefjala e natës së sotme kush është? Është një aktor shumë i njohur, i cili është i zoti i shtëpisë, na ka mbledhur të gjithëve ne sonte, nga gjithë Shqipëria, aktori i mirënjohur i humorit Edmond Halili. Mirëmbrëma Mondi. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Faleminderit. Mirëmbrëma gjithëve. Shumë elegant, shumë në formë. Jam dupsu. Je dupsu. Atëherë Mondi. Edmond Halili, të gjithëve këtu që jeni, ju a shpërblefsha në gëzimin familje tuaja. E bëm si hapje dasme, jo është përblefshim gëzime. Si dasëm, dasëm tjena sante. Dasëm fest. Mondi, unë e di që kjo mbrëmje e sotme ka të bëjë dhe me 2005, një vit shumë signifikativ. Pa. Për ty, me sa... po lule. Pa. I meritoni plotësisht. Mundi Koteke nga grupi Durrësit. Faleminderit. Kështi të ishim llafin të 2005-a. Unë e kam bërë këtë recital me qenë se unë mbushi 50 vjeç. Ju urojmë dhe 100 vite të tjera. Faleminderit. Ju pafshim kaq në formë sa je dhe gjithmonë në skenë. Faleminderit. Ati la këtë lulet. Majtë lulet. Tështi, me të thënë drejtën, ta ka rëzet muhabetin që fumi bashkë telefonin? Nuk është shumë publike. Ha me se të shokë tonë janë gjithë. Unë doshe me ba këtë qfaqi me datën 20, me të thënë drejtën. Mi po, fola në telefon me Ervinin. Ervini thash, je ftum në qfaqin time me datën 20. Ervini më tha, je më në mundi më se ban me 20? Shë tha? I thash, pëse mu Ervin? Ban e mërzet me 19? I thash, po pëse me 19? Qëfa nërshimit ka? Po martohë mërzet me 20, martohem. Kështu që Ervini nesër martohet. Faleminderit. Trashëgosh Ervin. Ruja ju shtypit sa duash, Mond Halili nxjerr gjitha në skenë. Tash ti Ervin, do me të kazu një diçka të bukur. Lidhe me martesën? Me martesën. Po që sonte do ma futesh kaq shumë në qef? Që sonte Ervin se kena arë për qef këtu. Inshallah nuk del nusja si një shoku tem. Që si ka dalë ati shoku të? Pa ta spjegoj si ka dalë ati shoku tem. U martu një shokë jemi. Ashtë dhe fjalla popullore, kush martohet gjithë gëzor, nuk diskutohet. E takova mas 3 mujsh. Ha me tha, si dukesh, shumë mirë tha jena. Tha, si një nga shpia, shumë mirë jena. Si është kalaballiku, shkelqyshim jena. Si është nusja, jam morë shatë keqen, tha. Jam bo me hangër, dhomër, jam bo me hangër. Hatë miru pashim. E takova mas 8 mujsh. Ha mërë si dukesh, shumë mirë, nga shpia, shumë mirë, kalaballiku, shumë mirë, nusja. Jam morë shatë keqen, tha. Jam bo me hangër, dhomër, jam bo me hangër. Hatë miru pashim. E takova mas një 2 vjetëve. Po? Se unë jam i shetit, unë shetit shumë. Të duke ndryshuar? E takova mas 2 vjetëve. Ha me tha, si je? Mirë. Si je një ka shpia, ma? Mirë. Si është kalaballiku, ma? Mirë. Si është nusja? Kush? Nusja, si është? Ta kisha hongër para 2 vjetë dhe kisha pështu krejt. Po ti Ervin, ma se merë me frikë. Zdo marrë me frikë. Ma se merë me frikë Ervin se kur martosh, je me kunor. Ma se bënë si në një se mund kete dhe këtu në i burë se ka në i mashkull që e ta thonë grunë. Ka në një. Që është sonë të këtu, Mund jetë në një këtu, pa në një, që anë veçanta. Ky në një, është me martesën, pa ti thënë ty se martosh nesër. Po faleminderit. Ky buri që e tradhtot e grunë, Po? shkën një natë një lomë motel me një mikneshën e ti. Gjë që s'ndodhë. Ja zakonshme janë. Shumë Ka dhe raste, ka. Ajo shoqja në hak qefi ta ke hanë me dhamë mu këto. E ka fshën. Qanë boni, thë me i traf pika qanë boni. E boni, thë kjo. Si e boni më idiote, thë, pa di si unë këtë dë me shku në shpi. Po më shka, thë. Si më shku në shpi me, thë, ku? Qanë boni me, po të më falë. Që me falë me? Po bënë që dushta, gjenjë rrenë.
edhe ky shkoi në shtëpi. U fut në shtëpi, kishte i dal 5 vjeç. Sa hapi derën, tha, babi, se në qa, fap, kjo thët, ullë mërë, qëtë, që ki tha shoqë? Kjo thë, si s'ka hangën, mishë tash i javën, që mboni me, që mboni, tha? Që? Që të boni me, tha? Shif, tha, shif. U marë burë, tha, sa mirë, tha, si pa shef vetë me sy tuje, pa besan, pëse mëj, që që më ka ba të nditin sot mu, që? Kujdes. Atëherë pra, e hapim dasmën, E hapim dasmën. apo spektaklin? Spektaklin e hapim. Spektaklin e hapim. Thojmë një këngëtar shumë të suksesshëm, një nga emrat më të përfolur si vjet, ka fituar edicionin e kaluar të Etheve, ka fituar çmimin të dytë në festivalin e fundvitit dhe do të shkojë dhe në festivalin mesdhetar, zonja dhe zotri, Luiz